Sot ka vendosur të sjellë në kujtesë, që u rikujtoj këtë sekond fantastik që neve kemi pas në fier vazhdimisht dhe ndërsa sa herë që na vjen në gjendje ky organi, sepse ky është organ që ne marrim specifik vetë në Turqi dhe unë kujdesem që t'jetë ky lloj, duke qenë se ka një mikrofibër shumë të butë, i reziston larjeve dhe ka përmasën shumë të mirë. Ky është në përmasën 95-145, është 350 gram, nëse doni që ta dini në pjesën e peshës. Këtë më shumë detaje specifike. Shikoj sa i është. Është i butë, është një batin fantastike, fëmia nuk e bezdis. Zakonisht ne kombinojmë atë me jastikun, me të njëjtët firmë, të njëjtit material, dhe një tek zarf. Tani do t'i kombinojmë një radhë që të tregoj si duken edhe të hapura në krevat. Kombinimi që ne bëjmë, siç u thash, do të sjellë një set të tillë të fanellatit, që është perfekt për stinën që jemi, duke përshtatur edhe tematikën e organit, pra që fëmia tani në dimër të jetë sa më ngrohtë edhe sa më komod. Sila e këtij çapi është më të gjithë. Të vjen të fresh kur e preket. Ne i bëjmë setet tona me porosi, mendojmë që t'ju lëmë pak më shumë hapësirë, edhe nëse ju keni një dyshek, që kemi këtu shkon 17-18 cm, edhe nëse ju keni një dyshek tjetër 20-25 cm, siç e shikoni, mundet ta përdorni. Është një lastik që përdoret për dyshekun. Tani kemi dhe klofin për jastikun dhe për organin. Kjo është përbërja e jastikut, ka një klof të tillë mikrofibre tepër të butë, por të jep edhe mundësinë që të lahet pjesa e klofit her pas here dhe ka edhe këtë mbushjen prapë të një vatine shumë të butë. Ky jastik është 6+ muaj, nuk i përdoret që nga lindja, është 35 me 45 cm. Se vendosim te klofi tani. Ja ku e vendosëm, ne këtë klofin e bëjmë diçka tek 35 me 50 në mënyrë që edhe nëse ju keni një jastik çik më të madh, nuk prishtu, mund ta përdorni. Po tek kështu siç është me pak lishmëri ngjan bukur. Tani kemi klofin zarf. Zarfin e organit, i cili është me kopsa. Organi mund të lahet në lavatriçe, por juve që pyesni, thjesht nuk mund të futet në farse. Dhe kur në lavatriçe mund të lahet deri në 400 xhiro, 30 gradë 400 xhiro. Jo se nuk e dini se kështu funksionon në gjithë organet, po thjesht për qenë edhe brenda me informacionin që japim. Ja ku është. Klofi i organit është 5 cm më i gjatë. Ka menduar që mos t'i bëjmë më të vegjël, duke qenë se ekzistojnë edhe në dyqanin tonë, por edhe në treg, një organ që vjen me përmasën 100 me 140 dhe për mos të prishur punë edhe atyre që kanë gjendje, unë i mbaj me këtë lloj përmase të ngjesh shumë pak bosh, gjë që nuk mendoj se ju prish punë. Tani keni një set super fantastik, të ngrohtë, të rehatshëm për bebushin tuaj dhe që ju vjen në vlerën 55.000 lekë. Dhe dërgesa është falas. I organ, klof dysheku, klof jastiku, jastiku i sevi bebit, i organi i sevi bebit dhe klofi që i kanë vendosur i fanellatit. Ngjyrat e çarçafëve kemi të ndryshme.